një nga shenjat e autokracisë është fakti që Edi Rama nuk është i pranishëm kuvend, në mbledhjet e kuvendit. Në legislaturat e shkruara ai ka marrë pjesë shumë pak, edhe ku merr pjesë, mban fjalimin e vet edhe kërcet e ikën, nuk dëgjon asnjëri. Kjo ndodh si një lloj tamam imitimi i autokratëve bashkohor. Mirë po, autokratët bashkohor e kanë një justifikim më shumë, se zakonisht janë president të zgjedhur drejt për drejt nga populli. Kujtoj këtu Erdoganin, Putinin, po edhe Donald Trumpin. Pra, ata nuk kanë nevojë të shkojnë të përballen në jetën parlamentare, sepse juridikisht nuk i ka zgjedhur parlamenti. Janë zgjedhur drejt për drejt nga populli. Dhe nga pikpamja kushtetuese, të paktën janë të barabartë me parlamentin. Edi Rama është kryeministri i një republike parlamentare. Por nuk është presidenti i një republike presidenciale. Duke qenë kryeministri i një republike parlamentare, i zgjedhur nga parlamenti, ai ka detyrimin, jo vetëm si deputet i kuvendit Shqipërisë që të përfaqësojë zgjedhësit e vet dhe të rinë kuvend gjithkohës, po edhe si kryeministri i zgjedhur nga parlamenti, ai ka detyrimin politik që t'i dëgjojë të gjithë. Ai duhet të ishte në kuvend sot. Ai duhet të jetë në kuvend çdo herë tjetër. Ai jo vetëm duhet të flasë, po edhe të dëgjojë. Ai duhet të ndërveprojë në komunikim me të gjithë deputetët që e kritikojnë. Përndryshe, nuk është duke ushtruar detyrën e vet siç duhet, dhe është tamam kjo që thua ti, autoritarizmi nuk kupton që unë nuk dialogoj me ty. Unë nuk debatoj me ty. Unë flas, diktoj, ju mbani shnime, fjala ime bëhet fakt,